Është prekja e parë e topit nga Partizani, Martinez dhe Janjeva. E nisi mjaft mirë këtë sezon me 9 vjeçar, tashmë është një lider në qendër mbrojtjes. Djaloshi 16 vjeçar që ka marrë dhe minuta. Shikoj mundësi e mirë për Partizani. Sariu Abdu e godet dhe po janë reakon gjithsesi Partizani dhe një herë këmbgul me të njëjtin autor Abdu. Pasimi më njëherë për Human. Abdu këmbgulja fiton goditjen e këndit e parë Partizanit. Në vështirësi skuadra e Laçit, Human provon zonën, gjithmonë Human merr të djathtë, tashmë është në zonë. Krosimi më njëherë në shtyllë parë largon në vështirësi, por paksa nuk shkakton autogol. Lojtari më i rrezikshëm deri në këto çaste me krosimet dhe me tentativat gjatë zonës. Shikoni mundësi dhe goditja ndryshe sërish, po Jana. Tjetër mundësi këtë herë goditi aty ku preferon më shumë Diego Contreras. Nga këmbët e Janjevës që kërkohet si gjithmonë thellësia, shpejtësia, dinakëria e Sariu Abdus me krosim të mirëshën. Provon Iskenderi, ul mirë, godet. Nuk arrin dot Vusal Iskenderi. Contreras, kombinim mjaft e mirë, Iskenderi e godet travers. Çfarë goditje e bukur e Vusal Iskenderi. Megjithatë suli Partizan vijon edhe një herë, edhe tjetër tentativë. Shikojmë krosimi me hershëm. Duhet të rënë kujdesshëm. Mundësia për Laçin, goditja ndërhyn në portieri Skënder Tarhi e më pas ky top që ka mbetur në fushë dhe sa nga këmbët e Korës te Gudjufi, tashmë është Kote, provon zonën Kote, ka marrë të shtyr, gjithçka rregull për Doçin, prandon në Partizani e më pas kjo goditje e Binsukës. Kola, krosimi fort i bukur, mundësia shikoni. Gudjufi godet ndërhyn portieri, edhe një herë provon Human. Çfarë mundësia në këtë pjesë të dytë. Pasimi i Binsukës, kombinimi me Himallarin, afrohet zonës, tashmë Kote. Goditje më hershme që bllokohet edhe një herë nga porta. Ndërhyrja portierit të Laçit, provon Kola, e mban brenda vijeve. Nuk është i kënaqur me vlerësore Himallari. Kazim. Potente goditja jashtë kuadratit. E shoqëron më sy portieri i Laçit për vërtet shumë e rrezikshme. Pasimi drejt Gudjufit. Në zonë Gudjufi, lëviz mirë, tashmë mundësia, pasimi, goditja shkon në rjet, ka shënuar, Partizani 1, Laçi 0, shënon Arshange Binsuka, në minutën e 87, falje këmbgulje nga krau i majti Besar Gudjufit, në një pasim në zonë aty ku Binsuka, edhe pse në një pozicion jo shumë të lehtë për ta kthyer, për ta goditur, arriti ta çoj topin në rjet në momentin e fundit të takimit që është gjithmonë Kola. Provon vetë mundësia për goditur, pasimi drejt Gudjufit, mjaft mirë tashmë Partizani, mund provojë të golin e dytë. Gudjufi e godet e dërgon në rjet. Shënon edhe një herë Partizani, Besar Gudjufi. Pas asistimit vjen dhe goli i dytë. Gudjufi tashmë që bën gjithçka vetë. 2-0. Është minuta e 90. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Mbas 12 ndeshjeve në krye të Partizanit, si e vlerësoni këtë periudhë? Është një periudhë e mirë, të themi të drejtën, mbas 12 ndeshjesh. Kemi rritur performancën në to, pavarësisht ndonjë luhatje ndeshjet e fundit, po ekipi ka performuar mirë dhe ndjehemi jashtëzakonisht shumë. Çfarë ka funksionuar më mirë tek skuadra dhe çfarë mendon se duhet përmirësuar? Pas 12 ndeshjeve të para, ekipi që ka funksionuar goxha mirë, ka qenë qasja e djemve, dëshira për të vazhduar, për të bërë maksimumin, për vetë emrin dhe klubin dhe meritat e klubit që ka emrin e madh që ka si klub. Jemi munduar të çojmë ekipin më përpara, jo të ishim në gjendje ku ishim në fillim, çfarë nuk ka funksionuar. Mendoj se përgjithësisht ka funksionuar mirë, por duhet të ishim pak më konkret aty para portës. Kemi humbur disa pikë që seriozisht ku i mendoj tani që i bëj një kthim brapa duke analizuar ndeshjet, si rastin e Vllaznin, që jemi 2 lojtarë kundër portierit, dhe rasti i ndeshjes fundit me Dinamo, do të kishim disa pikë më shumë, por ka vend për të përmirësuar, do punojmë përsëri që ta çojmë akoma më përpara këtë projekt. Cili është mesazhi juaj për tifozët e klubit të Partizanit në mbyllje të vitit 2025? Atëherë, gjithë familjes Kuq i uroj gëzuar festat tjerë, një vit sa më i mbar 2026 dhe sigurisht të na mbështesin sa më shumë,
sepse ato dihet rrilcat dhe tifozët tonë janë lojtarë joni 12 dhe kemi nevojë shumë për mbështetjen e tyre në çdo ndeshje. Gëzuar. Faleminderit dhe shumë suksese për ditën 26. Faleminderit.